Zoti Berisha, a do ta konsideronte të vlefshme hetimin e SPAK-ut për çështjen Balluku Partia Demokratike nëse SPAK e zgjeron hetimin dhe kërkon heqjen e imunitetit, rikërkon në kuvent heqjen e imunitetit të zonjës Balluku së bashku me akuzën e re të korrupsionit ndaj saj? Unë mendoj se çështjen Balluku Rama raport me SPAK-un e ka mbyll përfundimisht. Nuk do e mbyll kur raport me opozitën. Ky është qëndrimi ynë. Ky është ajo çka ne mendojmë. Ai në raport me SPAK-un e ka mbyllur përfundimisht, raport me opozitën nuk do ta mbyll kur. Ajo është një çështje që s'mbyllet kur. Berisha, Mariglen Kume nga MCN-TV. Pak ditë më parë, zoti Berisha, në prokurorinë e posaçme ishte një prej antarëve të Komisionit të Prokurimeve Publike, e thirrri SPAK-u, dhe thirrja e tij ishte në lidhje me çështjen e dosjes së Akshit. Por a duhet të shkonte sipas jush edhe nënkryetari në cilësinë e kryetarit pasi kryetari mungon në KPP dhe gjithë pjesa tjetër e KPP-s, duke qenë se për lëvizjen e KPP-s ka rol ose lëvizja bëhet nga kryetari i saj ose nën kryetari në mungesë? Tani, ju i një dishmitar që Akshi është jetimi pa shpresë. Edi Rama në konflikt flagrant interesi ka marrë përsipër avokatin publike të hapur ndaj Akshit. Ju, më falni, mos harroni përgjërimet e tij për mirëlindën e gjorë që ka vjedh miliona euro, 10 milion euro të qytetarëve, që kryesonte një grup të strukturuar kriminal dhe që ky e shpalte të dlirt sa vetë pafajësia. Kjo është, mos harroni një moment tjetër. Kocka më e fuqishme mafioze e Shqipërisë dhe Europës, Gjys Agasi, i ati ti shpallet fisniku i Partisë Socialiste. Në Durrës, nderohet, apo i qytetit Durrës se ishte dhe ajo ndrikulla e Sako aty në dekorim. Çfarë ishte ai? Ai ishte një mesazh i qartë për prokurorin që mos guxoni të vazhdoni hetimin ndaj Gjys Agasit. Mos guxoni të hetoni babain e tij që i dha Durrësit dhe Shqipërisë një kriminal si Gjys Agasi. Mos hetoni pasuritë e tij. E kuptoni vetë, s'ka hetim aty. I ka marrë dosjen në dorë hetimin e ka Edi Rama. Gjys Agasi jeton i lirë, i shëtit i lirë. Shqiptarët nuk mund të imagjinojnë se çfarë krimi monstruoz ka kryer Gjys Agasi me kadastrën. Do t'u jap një shembull. Një biznismen të cilit Agasi i mori një pronë shumë të mirë, një sipërmarrje, shkoj në kadastër për t'i bërë dorëzimet, sipas rregull për të marrë dokumentat. A e dini çfarë i tha kadastra? Jo, s'është jote, s'ke gjë këtu, i çfarë tha? Si vërskam, jo nuk ka. Nuk ekziston ky territori regjistruar nga aty. Dhe kur ky nxori, po reale, kjo pa e ka frikë ta thotë se ke vetë një parasysh po. Kur ky nxori dokumentat që i kishte
të dosjes, po ja ku janë këto? Do vish pas 10 ditësh, i tha. Dhe pas 10 ditësh, doli se u gjetën dokumentat. Në kadastër, Agasi me Ramen kanë bërë krimet më të shëmtuara. Po ju them unë ju. Shkoni ju tani, kërkoni pak kanjon në GPS, të cilin i ndjeri Artan Lame, refuzoi gjerdit në fundit të jetës tij ta regjistronte. Kështu që mos jemi naiv. Dosjen e lindave të Akshit e ka mbyllur. E ka mbyllur përfundimisht Rama. Këto janë kryesisht gjëra sa për të bërë zhurmë që s'u mbyll përfundimisht, por është mbyll ajo. U krijua dhe Albanian Digital Solution, një rrugë re për të vjedhur 100 milion euro siç vjedhte me Akshin. SPAK ka thirrur një prej antarëve të KPP-s për këtë dosje. Pse keni ju koment se pse është thirrur një prej antarëve dhe jo kryesuesi i cili vendos në lëvizje për shembull institucionin? Nuk guxon të thras kryesuesin. Nuk guxon. Nuk guxon se SPAK ka që, më falni minutë, pa mend nuk janë ata, dhe a që din që aty ku është kryetari, do thirri pari kryetari. Po s'do men ajo, por nuk guxon. Ka urdhër, gjithçka e ka të graduar. Ai do thotë ka kryetari, pastaj apo jo, a e morë vesh historinë e tyre? Dëgjoni tani, shumë e bukur. Është një ish deputete Klodeta Bushka, që Lali Eri e kishte Bushka, Klotilda Bushka, që Lali Eri e kishte shumë gjanë, se i binte në mes të ngrihej në mes të në mes të parlamentit dhe fuste amandamente në kundërshtim me çdo lloj procedure. Amandamente me konsekuenca financiare që s'mund bëshin kur. Kjo Bushka. Plus që kjo kishte udhëzuar dishmitarët që mos dëshmonin kundër Lali Vjedhshit. Klodeta u dënua me një gjobë, 6 u dënua. Polici që i dha Lali Vjedhshit telefonin për një bisedë telefonike tërësisht të regjistruar, u burgos. Kjo është drejtësia. Polici që i dha për një dhënie telefonin rrugë, të vinte nga Durrësi në Tiranë, kurse kjo që shtynte dëshmitarët e Lali Vjedhshit të nëshojnë dëshmitë e tjere me radhë, që sillte amandamente në parlament, Ilir Metën e akuzojnë për ligjin që ka paraqit Partia Socialiste, deputete e Partisë Socialiste në parlament, kurse Klotildën për ligjin që paraqet në parlament kundërshtim me çdo ligj dhe rregull, as që e pyesin fare. Thënë bërë me qesharaks, s'ka ku të shkoj. Prandaj as mos nuk ja vlen të ndalesh te këta. Nuk ja vlen. I ka fut Rama në thes. I ka kap. Janë të kapur këta mërzotëria më tonë. Ai që tregoi një guxim, ati përdori të gjithë fuqinë e parlamentit dhe të ekzekutivit për t'ia bllokuar hetimin, me gjithë kërkesat që bëri Bashkimi Evropian, vendet anëtare etj, nuk sepse ishte vetë Rama,
Mos presim, nuk duhet që ne ata të presim prej tyre atë që ata s'mund ta bëjnë. Ata detyrohen ta bëjnë sikur.